Nonat që lindin binjak, 3 ose 4 krejt na I shohin me admirim. Tu mendu çfarë kënaqësie. Realisht edhe është kënaqësi, s'po dyshoj. Po s'di sa nalem na me mendu se qysh është ajo non mrena vetes, qysh po ndjehet. Rastin e nanës Shqipëri që e pa me 4 s'pat kënaqësi ma t'madhe se me e pa një qift me 4 fëmijë për një herë. Po nuk është bash e lehtë mos me e pas pothuajse asnjë minutë qetësi. Me I ndru 4 pelena, me ushqy 4 fish, me ofru dashni si nan 4 fish, me pas brengën zemër a janë mirë 4 fish, do thot gjithçka shumëzohet me 4. E krejt kjo është energji fizike e mendore që një nan me 4 e ofron për bebat e veta. Është mrekullin veti me ndje edhe me ofru dashni për 4 në të njëjtën kohë. Por, njëkohësisht është edhe heroizëm I heshtun. Rreti familjare social në përgjithësi duhet me pas shumë konsiderat për këto nana, me ju ofru mbështetje pa kushte. Jo vetëm ju lavdru forcën, por edhe me I pyet për lodhjen që ato e ndjejnë. Se nëse na veç ju thojmë bravo, shumë mirë je tu ja dal, jemi tu ju thonë që vrapo, hec, vazhdo tutje edhe kur ti s'mundesh mo. Ndërsa kur na e pyesim si po ndjehesh, a je lodh, ky mirë kuptim e bën mu ndjer rahat, edhe me e pa që të tjerët janë tu e kuptu. Edhe kështu I shtohen energjitë që ajo me vazhdu ma tutje. Ofroni mbështetjen e juaj në pozicionin që ju e keni në raport me këtë nan. 2 orë ajo nan me pushu është mjaftueshëm për ta në këtë fazë në cilën ajo ndodhet. E s'po flas nëse është e mundshme me ofru dhe ma shumë. Ndihma ndonjëherë është forma më e thellë e dashnisë.